Mjeku çudit botën, kosi esëll shëron këto 5 sëmundje, ja kush duhet ta konsumojë menjëherë. Kosi është një nga produktet që ka përfitime të shumta për shëndetin, dhe një i rritur mund të konsumojë kosin sidomos çdo ditë të dietës së tij. Ai është një nga zgjedhjet më të mira ushqyese që mund të ndërmerrni në dobi të organizmit. Kosi përmban vlera të jashtëzakonshme ushqyese dhe konsumi i tij në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve. Shkencëtarët thonë se vetëm një sasi e kosit çdo ditë në dietën tuaj mund të ofrojë një sër vlerash mbrojtëse për organizmin. Në këtë video, sipas Stepwell, do të rëndisim përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i kosit në mënyrë të përditshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ju mbron nga luhatit e sheqerit. Ullëntuesit të shkollës së shëndetit publik të Harvardit kanë grupuar rezultatet e tyre të studimeve që kanë pasur në bazë historinë mjekësore dhe jetësore të rreth 200.000 personave dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor, ose të operatorëve të cilët nuk vuanin nga sëmundjet e zemrës, diabeti, gjithashtu edhe probleme të tjera të ngjashme të organizmit. Ndjekja e tyre në vazhdimsi tregoi se konsumi i produkteve të qumshtit, siç është edhe kosi në përgjithësi dhe në veçanti, ka efekte të mira kundër luhatjeve të sheqerit në gjak dhe mund të stabilizojë më mirë çështjen tuaj. Kryesisht bëhet fjala për kosin e përgatitur vetë në kushte shtëpie dhe pa përmbajtje të shtesave të ndryshme ëmbëlsuese ose yndyrnave të larta. Ndaj konsumi i kosit në dietën tuaj mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Kosi është shumë i mirë në betejën kundër metaleve të rënda. Kosi përmban prebiotik, mund të zvogëlojë gjithashtu absorbimin e metaleve të rënda dhe të toksinave të ndryshme mjedisore deri në 78% te grashtat zana. Studimi i kryer nga shkencëtarët në qendrës Lawson të Institutit të Kërkimeve mbi Shëndetësinë në Kanada ofruan provat klinike se një sasi kosi që përmban probiotik mund të reduktojë gjithashtu riskun e rreziqeve shëndetësore të lidhura kryesisht me mërkurin dhe arsenikun në organizmin tuaj. Kosi është një produkt natyral ushqyes edhe në betejën kundër problemeve të depresionit. Studimet kanë treguar se probiotikët që përmban kosi do të sjellin rezultate mjaft të mira efektive në betejën kundër problemeve të depresionit dhe mund të jenë një aleat i çmuar i organizmit tuaj në këtë drejtim, çka do ju ndikojë pozitivisht kundër shfaqjeve të problemeve të depresionit. Kosi do të ndihmojë kundër diarres nga antibiotikët. Në vitin 2012, një meta-analizë e studimeve të mëparshme të botuar në JAMA ka treguar se konsumi i probiotikëve lidhet gjithashtu me një risk të reduktuar të diarres. Në 63 studime rastësore me një total prej rreth 12.000 pjesëmarrësish, përdorimi i probiotikëve u lidh me rreth 42% më pak risk për të zhvilluar edhe diarre pas marrjes së medikamenteve. Në krahasim me grupin që nuk e konsumoi, ata që konsumonin kos patën përmirësime më të mira të sistemit tyre tretës dhe më pak shqetësime që lidhen gjithashtu edhe me problemet që diarreja shkakton. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë edhe në djegjen e yndyrnave të larta trupore. Nëse po ndiqni një dietë për të humbur disa kilogramë shtesë, atëherë kosi duhet të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese në aspektin tuaj shëndetësor. Një studim tregoi se konsumi i kosit në dietën tuaj në mënyrë të kontrolluar dhe brenda normës së lejuar, gjithashtu pati rezultate mjaft të mira ushqyese. Gjithashtu, ajo tregoi edhe një zgjidhje mjaft të mirë në lehtësimin e komplikacioneve të tilla. Konsumi i kosit tregoi rezultate të shkëlqyera në balancimin e shëndetit të personave që e konsumuan atë dhe gjithashtu një rritje të rezistencës së organizmit, duke e kthyer kosin një prej alternativave më të mira. Kosi është një ndihmë shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët të vuajnë gjithashtu edhe nga problemet e hipertensionit. Studimet kanë treguar se kosi në dietën tuaj mundet të ndihmojë në uljen e riskut të hipertensionit, i cili zakonisht njihet si presioni i lartë i gjakut.
Gjithashtu ju mban trupin në formë edhe ndihmon edhe sistemin tretës, çka do t'japë rezultate fantastike e efektive në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Siguroni të konsumoni kosi natyral, kryesisht atë të përgatitur vetë në kushte shtëpie, dhe vlerat që do t'i merrni në shëndet do ju bëjnë ndryshime themelore në dietën tuaj të përgjithshme. Kosi do ju ndihmoj në humbjen e kilogramëve të tepërt trupor. Ai do t'jetë një ndihmë shumë e mirë e trupit në këtë aspekt. Sipas një studimi të ri për të përshpejtuar humbjen e peshës dhe procesin e djegjes së dhjamit, ju duhet të shtoni mes vakteve tuaja edhe produktin e kosit. Kosi ka në përmbajtje të lartë elementë të proteinave, të cilët ju mbajnë të ngopur për një sasi më të gjatë ditore dhe zvogëlon gjithashtu tendencën e të ngrënit shumë. Kalciumi dhe kosi do të ndihmojnë në reduktimin e dëshirës për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Ndaj përfshirja e tyre në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë që trupi juaj e ka të nevojshme kundër kilogramëve të tepërt. Kalciumi dhe kosi rrit procesin e djegjes së yndyrnave në trup dhe ndihmon në rritjen e shkallës metabolike. Ata që konsumojnë kosin rregullisht në dietën e tyre ushqyese kanë rreth 80% më shumë për shpejtim të humbjes së kilogramëve të tepërt. Kosi do ju ndihmojë gjithashtu në përmirësimin e shëndetit tuaj të lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve të saj. Gjithkush dëshiron të ketë një lëkurë të përsosur dhe gjithashtu shumë rrezatuese. Konsumi i kosit dhe aplikimi i kosit direkt në fytyrë mund të sjellë dobi të rëndësishme në duken tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të lëkurës që mund të shkaktohen nga faktorët mjedisor ose edhe problemi i radikaleve të lira. Acidi laktik ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe gjithashtu redukton shenjat e plakjes së saj. Ndaj përdorimi i kosit në mënyrë të rregullt në maska bukurie ose në dietën tuaj të përgjithshme, sipas dermatologëve në Zelandën e Re, mund t'i japë një zgjedhje mjaft të mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve. Siguroni që kosin ta keni pjesë prezente të recetave tuaja të bukurisë ose edhe të shëndetit tuaj në tërësi. Kështu konsumi i tij brenda normës lejuar mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër komplikacioneve dhe lehtësimin e problemeve të shëndetit. Kosi ofron gjithashtu edhe shumë përfitime nëse shkoni në palestër. Kur stërviteni do të humbisni shumë energji në ruajtjen e muskujve. Prandaj pas stërvitjes mund të konsumoni një filxhan me kos çdo ditë. Prandaj ajo do ju ndihmoj të rimineralizoni edhe nyjet tuaja dhe të fuqizoni muskujt. Kosi mund të jetë një alternativë shumë e mirë për të marrë të gjitha mineralet që mund të keni humbur përmes djersitjes kur kryeni aktivitete fizike. Konsumi i kosit në menun tuaj ditore do ju sigurojë gjithashtu nivele shumë të mira të kalciumit. Kosi është një nga produktet më të mira të kalciumit, një përbërës kryesor i ushqimeve në bazën e shëndetit. Nëse vuani nga mungesa e kalciumit në organizëm, atëherë konsumi i kosit në menun tuaj ditore do të jetë alternativa juaj më e çmuar në këtë aspekt. Ekspertët thonë se kosi është një nga zgjedhjet më të mira që mund të bëni në dobi të shëndetit. Për sa kohë ai është natyral dhe pa përmbajtje të aditive ose shtesave të ndryshme, mund të jetë një zgjedhje shumë e mirë për aspektin shëndetësor. Kosi është një alternativë për personat që vuajnë gjithashtu nga problemet e tensionit të ulët. 70% e njerëzve konsumojnë 2 herë më shumë krip se sa është e rekomanduar. Kripa, sado që të shijojë, mund të shkaktojë probleme të shëndetit tuaj siç janë shëndeti i veshkave dhe sëmundjeve të tjera të zemrës dhe problemeve të tensionit. Potasiumi i kosit pastron trupin nga niveli i lartë i kriprave që mund të merrni përmes ushqyerjes. Një studim amerikan të të rriturit që konsumonin 2 porcione me kos tregoi se do të ulet rreth me 45% të risku nga këto komplikacione nëse shtoni kosin në dietën tuaj dhe gjithashtu e konsumoni atë brenda menus së duhur. Kosi është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për ata persona që duan të mbajnë larg problemet e tensionit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.